Chaos oder Bürgerkrieg. Ministri i Jashtëm gjerman Johan Vadepule përjashtoi mundësinë që Gjermania të marrë pjesë në një mision për sigurimin e ngushticës së Hormuzit. Në një intervistë për programin televiziv Bericht aus Berlin, ai theksoi se për momentin Gjermania nuk do të përfshihet në këtë konflikt ushtarak. Sipas Vadepulit, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli e kanë informuar se objektivi i sulmeve të tyre është dobësimi i kapaciteteve ushtarake të Iranit, sidomos i programit bërthamor dhe atij të raketave. Berlini pret që të informohet kur këto objektiva të jenë arritur, dhe pas kësaj është i gatshëm të marrë pjesë në negociata diplomatike, ishte komenti i tij. Shefi i diplomacisë gjermane u shpreh i bindur se sigurinë në ngushticën e Hormuzit dhe detin e Kuq mund ta sjellë vetëm një zgjidhje përmes negociatave. Ai e shfaqi hapur skepticizmin ndaj një zgjerimi të mundshëm të misionit detar të Bashkimit Evropian Aspides në Hormuz dhe argumentoi se misioni aktual në detin e Kuq nuk ka dhënë rezultatet e pritshme. Prandaj është e paqartë sipas tij nëse një zgjerim i mëtejshëm do të rriste sigurinë në rajon. Siguri mund të ketë vetëm nëse konflikti ushtarak zgjidhet në thelb, ishte komenti i Vadepulit. Sipas tij është e qartë se Europa ofron gjithmonë mbështetje konstruktive kur bëhet fjalë për garantimin e rrugëve detare, por unë nuk shoh ndonjë nevojë të menjëhershme dhe sidomos nuk shoh arsye se pse Gjermania duhet të marrë pjesë te ai, teksa shtoi se të gjitha përpjekjet tona janë të përqendruara tek përfundimi i luftës.